Iluzioni i sëmundjes. Një burr i martuar vajti tek dentisti për shkak se një natë më parë nuk ishte vënë sy në gjumë nga dhimbja e dhëmballës. Teksa dentisti sterilizonte pajisjet e tij, klienti e shinte me vëmendje dhe në një çast e pyeti: "Përse gjithë ky kujdes dhe pastrim?" Dentisti, duke vazhduar punën, ju përgjigj: "Sepse ekzistojnë sëmundje, të cilat mund të përhapen nëpërmjet gjakut. Kështu, për të shmangur këto sëmundje, ne i sterilizojmë pajisjet e punës, me qëllim që klientët tanë të mos dëmtohen." Klienti e pyeti akoma edhe më i habitur: "E cila është sëmundja më e rrezikshme që mund të merret nëpërmjet gjakut?" Dentisti i tha: "Sida, që mos e dhasht Zoti." Pasi e mbushi dhëmballën dhe mbaroi punë, burri i martuar u kthye në shtëpi, hapi kompjuterin edhe kërkoi informacion në internet rreth sidës, simptomave dhe rrezikut. Një nga simptomat e saj ishin edhe disa puçëra në lëkurë që fillojnë e shfaqen papritur. Kjo e bëri të zhytej në mendime nëse kishte marrë sidën apo jo. Nga frika se mund të kishte marrë sidën, gjatë mbushjes së dhëmballës, filloi t'i shmangej dhe të shoqes. Nuk flinte më në të njëjtën dhomë me të, gjë e cila ngjalli dyshime tek e shoqja. 2 javë më pas, ju shfaqen disa puçëra të vogla në fyt, për shkak të lagështirës së motit. Kështu, ai e humbi fare të ruan. Kur u kthye në shtëpi, e shoqja e vuri re fytyrën e tij të zbet dhe e shqetësuar e pyeti: "Çfarë ka ngjarë?" I shoqja ju përgjigj: "Jam me sidë. E kam marrë nga dentisti kur mbusha dhëmballën." E shoqja e merakosur, por edhe e friksuar, e pyeti: "A je vizituar? Ke bërë analiza? Si e kuptove që ke sidë?" I shoqja ju përgjigj gati në të qarë: "Jo, por jam i sigurt. Më kanë dalë edhe puçrat e para." E shoqja shpërtheu në të qara dhe ju lut që të shkoj edhe të bëj analizat. Vetëm kështu mund të ishte i sigurt. Duke parë lotët e të shoqes edhe ankthin e tij që e kishte kapluar, u bind dhe vajti. Menjëherë i morën sasinë e duhur të gjakut dhe pritën ditën e nesërme për rezultatet. Të dy vajtën me lot në sy dhe duke lutur Zotin që testi të dilte negativ. Kur morën rezultatin në dorë, doktori u tha se ai ishte negativ, pra nuk ishte i prekur nga sida. Sigurisht kjo e gëzoi të shoqen, e cila hidhej përpjet nga gëzimi, e përqafonte dhe falenderonte Zotin që i shoqi ishte shëndosh e mirë. Megjithatë, ajo vuri re diçka të çuditshme në fytyrën e të shoqit. Ai jo që nuk po gëzohej, por as nuk po buzëqeshte të paktën. Thjesht qëndronte i heshtur dhe pa fjalë. E shqetësuar e pyeti: "Po tani çfarë ke?" I shoqi ju përgjigj me ftohtësi: "E ku e di unë që gjilpëra me të cilën më morën gjakun nuk ka qenë e përdorur edhe me virusin e sidës. Duhet kohë që kjo të shfaqet edhe të merret vesh. Si shpëtoj dot, jam me sida, e ndjej." E shoqja e kuptoi se i shoqi, edhe pse nuk ishte i prekur me sida, ishte dorëzuar kësaj sëmundje në mënyrë të pavetdijshme. Ajo hodhi disa hapa e vetme, duke qarë me lot në sy për të shoqin, i cili i ishte dorëzuar iluzionit të sëmundjes.